8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas ka marrë një dimension më festiv në Gjirokastër, duke u konsideruar si një ditë feste më shumë se sa një ditë proteste. Sipas qytetarëve, vitet e fundit janë vënë re ndryshime të dukshme në fushën e barazisë dhe të drejtave të grave në shoqëri. Festa është feste, nëna gëzojnë në nënat, prandaj dhe neve festojmë si ditë feste të nënave. Krahasim me kohët e para që jemi neve, se ne jemi plaka tani, ka ndryshuar goxha. Kështu që neve akoma kërkojmë që të ndryshojnë dhe më shumë. Protest ka qenë, po tani e bërën festë. Jashtë shtetit bëhesh protest për lirinë e gruas. Që jemi të lira, të lumtura, të gëzuara. Shkollimi në radhë të parë. Pastaj është emancipimi. Shkolla në plan të parë, pastaj të tjera të vinë të dytat. Mendoj që duhet të gjitha gratë festojnë pavarësisht se disa munden, disa nuk munden. Dhe juroj të gjitha grave shqiptare, dhe gjitha grave në përbot që t'ja kalojnë gëzuar sot dhe shumit e të tjera. Sot është më mirë të festojnë apo të protestojnë për disa të drejta të tyre? Sot është mirë të festojnë sepse gjatë gjithë vitit mendoj se protestojnë. Ka ndryshuar, esën që kërmirë, për gratë flasën, po ka dhe të tjera. Ndërkohë, lulet janë dhurata simbolike, si një shenjë respekti dhe mirënjohje për kontributin e grave. Në këtë 8 mars, këto janë kompozimet më të pëlqyera për festën e nënës, të shtrenjtës nën. Ne po i bëjmë shumë dashuri, trëndafilat janë gjëja më e kërkuar, palën më një në orkiden. I uroj të gjitha nënat që ta gëzojnë festën dhe qofshin gjithmonë sa më të lumtura. Ditën ndërkombëtare të gruas, femrat e shohin si një mundësi për të reflektuar mbi arritjet, por edhe për të kërkuar më shumë hapësira për avancimin e të drejtave të tyre dhe luftimin e padrejtësive.